Faleminderit zonja nënkryetare, si gjithmonë unë kam nderin të flas i fundit dhe përjedhoj kam nderin edhe më të madh që t'i flas një sallë të mbushur pak a shumë nga kolegë të cilët mezi presin të votojnë që të shkojnë në shtëpitë e tyre, por që më jep mua mundësinë që të artikuloj një qasje dhe disa qëndrime që besoj fort se shumë kush nga kolegët e nderuar sot në këtë sallë do kishin dashur të artikulonin nga kjo foltorje, por që nuk e kam bërë për arsye që merren lehtësisht me mend. Si rrallëherë në historinë e këtij parlamenti, duket se po shkohet drejt një vote thuajse unanime rreth aderimit të Shqipërisë në të ashtu quajturin Bord të Paqes dhe qartazi një moment i tillë, i cili sot u përcoll në refrenin atë ditë që hap haberi çouni se erdhi ftesa nga bordi. Një moment i tillë pra duhet na bëjë të reflektojmë dhe të ngrem disa pyetje esenciale për domethënien e tij dhe për të ardhmen e vendit tonë. Do mund të ngrinim pyetjen për shembull, pse gjithë ky nxitim, gjithë ky yrysh përpara me procedurë të përshpejtuar, pa u debatuar më parë në komisionin përkatës, po sidomos pa pasur një diskutim publik të mirëfillt mbi rrjedhojat e antarësimit të Shqipërisë në këtë bord. Shqipëria nuk ka kohë për të humbur, tha sot Taulanti. Qartazi ka dashur thotë Edi Rama nuk ka kohë për të humbur, sepse po tjetë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, ende mjekët e spitaleve publike nuk ka marrë pagat e dhjetorit. Sigur të mos ishte gjithë ky rysh, do mund të shtronim hamendësime se deri në çpik do ta qesharakëzoj Edi Rama këtë republikë parlamentare, kur në titullin e projektligjit që na kërkohet votojmë sot ka vendosur emrin e tij. Dhe madje padyshim një situatë e tillë ngre dilemën se çfarë do të ndodhte me përfaqësimin e Shqipërisë në bord, nëse pas 2 muajsh Edi Rama thirret i pandehur nga Spaku dhe arrestohet. Ashtë për të çuditur sikur nesër Edi Rama ta vendos që të kthehen emrin e vet edhe në kushtetutën e Shqipërisë, mendoj se jo. Do duhet të diskutonin për faktin kontradiktor, që nga njëra anë kjo qeveri nuk lë rast pa përmendur trenin e integrimit me Bashkimin Evropian, e nga ana tjetër pothuajse asnjë prej vendeve të BE-s nuk e ka pranuar ftesën për të aderuar në këtë bord me përjashtimin e vetëm të Hungarisë, që njihet ndryshe si delja e zezë e Bashkimit Evropian, që qeveriset nga një autokrat si Viktor Orbani dhe që i ka kanalizuar të gjitha fondet e BE-s drejt miqve të tij oligark në vendin e vet. Sigur mos ishte gjithë ky rysh, do mund të shtronim pyetjen se si ka mundësi që vende si Franca, Suedia, Danimarka, Norvegjia, madje edhe Slovenia e vogël e ka refuzuar ftesën, dhe që të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian janë duke kërkuar sqarime mbi funksionimin e Bordit të Paqes, si dhe mbi implikimet që ai do të ketë në vazhdimsinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, një organizatë në të cilën Shqipëria aderon, është vend antar, dhe e cila për 8 dekada ka qenë epicendra e diplomacisë botërore. A ka kërkuar vallë sqarime konkrete se si do funksionojë Bordi i Paqes ndaj Departamentit të Shtetit Amerikan kjo qeveri, për të kuptuar mënyrën konkrete dhe se cilat do të jenë të drejtat dhe detyrimet e Shqipërisë. A do të kemi për shembull të drejtën e vetos, siç kemi si vend antar i NATO-s, dhe çfarë implikimesh ka për sigurinë e vendit. Ne mund të shtrojmë pyetjen nëse Shqipëria duhet apo jo të marrë pjesë në një organizatë ndërkombëtare ku në statutin e cilës nuk pranohet as formalisht barazia e shteteve antare. Dhe meqense sot këtu na u bën interpretimin nga shumë teolog, le të citojmë vetë Biblën, le të citojmë pra statutin ku thuhet: antarësia në Bordin e Paqes kufizohet vetëm për shtetet që janë ftuar për të bërë pjesë nga kryetari. Çdo shtet antar do të jetë i tillë për 3 vjet me përjashtim të vendeve që kontribuojnë me $1 miliard brenda vitit të parë. A thua do t'i mbledh dot $1 miliard Edi Rama fal miqve të tij oligark për të bërë i përgëdhelur i Donald Trumpit, apo një vend si Shqipëria që $9 miliard ka gjithë buxhetin e shtetit? Për
Për kontrast, dua të citoj statutin e OKB-s, ku si thash Shqipëria është vend antar, i hartuar menjëherë pa luftës së dytë botërore mbi konsensusin e mënjanimit me çdo kusht të katastrofave të ngjashme. Dhe po citoj: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka për qëllim zhvillimin e marrëdhënieve miqësore mes kombeve, bazuar në respektimin e parimit të drejtave të barabarta dhe vetëvendosjes së popujve, duke marrë masat e nevojshme për forcimin e paqes universale. Dhe a dini se kush ka luajtur një rol kyç për hartimin e këtij statuti, e kësaj karte? Pikërisht presidenti amerikan Franklin Roosevelt. Në amullinë globale që po shpaloset kohët e fundit në kontradiktën mes SBA-s dhe institucioneve të Bashkimit Evropian dhe vendeve kryesore të BE-s, siç është për shembull çështja e Groenlandës, çështja e vendosjes së tarifave të larta e me radhë, pse vau dashka që Shqipëria të mbajë qëndrime të pamenduara, të cilat mund sjellin pasoje në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Meqense Edi Rama para 2 ditësh i theu notën në sjellje e Ministrisë së Jashtme, a ka diskutuar kjo qeveri me shtetet kryesore antare të Bashkimit Evropian për pasojat e aderimit të Shqipërisë në bordin e paqes. Atëherë, në kuadër të gjithë këtyre pyetjeve, për të cilat do duhet ishte debatuar sot në këtë kuvent të nderuar, thuajse në unanimitetin e vet, si shpjegohet kryvrull i madh i Edi Ramës për të hyrë aventurave pa konsultuar më parë me partnerët evropian? Përgjigjja për çdo shqiptar që ka sy vesh të një sistem qendror që i ndërlidh këto shqisa është fare e thjeshtë. Përgjigjja ndodhet në skandalet korruptive që kanë kapluar qeverinë e Edi Ramës, në kërkesën e spagut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, e cila ka pafytyrësinë që të kapardizet ende në karrigen e zëvendës kryeministres. Përgjigjja ndodhet në skandalet e grupit të strukturuar kriminal që drejton ende sot Akshin, që është paradhoma e lejeve të ndërtimit që Edi Rama u jep trafikantët të kokainës dhe që hakeron dosjet hetimore të spagut për t'u shpërndarë më pas të hetuarve. Ndodhet gjithashtu në skandalet e incineratorëve imagjinar dhe të parqeve teknologjike imagjinare. Me fjalë të thjeshta, Edi Rama e gënjen mendja se hedhja e një firme në bordin e paqes do të sigurojë paprekshmërinë e tij nga institucionet e drejtësisë. Ai ndoshta shpreson se njësoj siç korruptoi Charles McGonigalin për interesat e tij, mund të korruptojë edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edi Rama thjesht do të shpëtojë lëkurën e tij dhe është gati të firmos gjithçka. Është gati të falë jo vetëm Sazanin dhe Zvërnecin, për cilat Sali Berisha para pak minutash foli me krenari se si i fali ai një herë, por çdo gjë si pranoi Berlusconi, po është gati të falë mbar Shqipërinë, vetëm që të marrë fermanin e faljes. Kjo në fakt është fyerje ndaj vetë SBA-ve, duke konsideruar atë jo si një hegemon global, por si një shtet, politika e jashtme e të cilit influencohet nga Edi Rama dhe mund të blihet për 30 aspra. Por në këtë kuvent ka ende një pyetje që kërkon përgjigje. Si vallë do t'ja shpjegoj shqiptarëve këtë bashkim votash me Edi Ramën, Sali Berisha? Me ç'po projekt për paqen e për rendin e ri global do justifikohet jo dakordësia e radhës? Edhe këtu përgjigja është e thjeshtë. Halli i përbashkët i Edi Ramës dhe i Sali Berishës është sistemi i ri i drejtësisë që nga mbrapa ka mbështetjen e fortë të amerikanëve. Ky halli i madh ju bashkon me një kordon të trashur umbilikal që ju ushqen e ju mban ende gjallë në politikë. Pra sa bllokoni foltore, ndizni flakat danët, shtyheni e shaheni me gardistët ju s'ju kanë asnjë faj, pra sa shtireni pra, halli i përbashkët ju ka ulur në ujdi për ndryshimet kushtetuese që do ta kufizonin rrezen e sistemit drejtësisë ndaj paprekshmërisë së figurës suaj. Dhe se këto ndryshime s'keni guximin t'i ndërmerrni pa lejen e amerikanëve dhe shpresoni o të ngratë se servilizmi do të jetë streha juaj. Shqipëria është një vend që marrëdhënie me aleatët ndërkombëtar nuk duhet ta bazojë te servilizmi, por te partneriteti. Rrjedhimisht qëndrimi i përgjegjshëm në radhë parë në raport me popullin shqiptar është ndaj çështjes së aderimit në bordin e paqes, qëndrimi i cili është koherent me atë të vendeve të Bashkimit Evropian, ku Shqipëria synon të integrohet, është kërkesa për qartësi se ku po aderojmë dhe ç'pasoja sjell kjo për të ardhmen e vendit.
Kjo kërkon kohë, kërkon diskutime intensive me partnerët tanë evropian dhe amerikan, si dhe një debat të gjerë publik me qytetarët e këtij vendi. Ta mbaroj fjalin. Çdo qëndrim tjetër në rastin më të mirë është një aventurizëm gjeopolitik, e në rastin më të keq është një papërgjegjshmëri e një qeverie të kalbur së brendshmi nga korrupsioni që do na kushtojë shumë shtrenjtë. Faleminderit. Ju lutem bëuni gati procesin e votimit.